Të mirë pres me njerë në studio, zotin Edmond Haxhinasto. Zotin Haxhinasto, mirë se vini në studio në kjo javë. Faleminderit për ftesën. Ju ka kërkuar shumë herë në fakt, nuk jam puqur kushtet, gjithsesi është momenti për të folur dhe të falenderoj që e pranuat ftesën. Do doja fillimisht ta nis me një pyetje rreth atmosferës së kësaj fushate, të atmosferës politike, drejt zgjedhjeve të 11 majit. Si e cilësoni, si një politikan me përvojë, si është atmosfera tani? Gjë kryesore që duhet nënvizuar është që ka një optimizëm nga qytetarët se do të ketë një ndryshim me 11 maj. Pasi ata tashmë janë të lodhur nga premtimet e pambajtura, nga mënyra si janë trajtuar, mungesa e theksuar e shërbimeve ndaj tyre, rritja e kostos jetesës në mënyrë të jashtëzakonshme, nga niveli pagave për të përballuar këto kosto jetese, kështu që ata presin me padurim që me 11 maj të ndodhë ndryshimi që do të çliroj pastaj shumë gjëra, do të çliroj avancimin drejt Bashkimit Evropian, por kryesorja do të avancoj realizimi një programi që ka si synim jetën e tyre, përmirësimin e jetës tyre, uljen e kostos jetesës, ndaljen e shpopullimit dhe patjetër gjithë masat që sjellin një, do thoja, një cilësi tjetër jetese në Shqipëri, duke me reformat strukturore të ekonomisë, me investime në arsim dhe tek rinia, më thënë, pikërisht ato pika që ka programi ynë për këto zgjedhje dhe në fakt është programi jo vetëm për zgjedhje, por për zhvillimin e Shqipërisë.